Receta 3000 vjeçare për një gjumë sa më të qetë. Nëse keni probleme, kjo është zgjidhja. Ja sekreti. Mjekësia Ayurvedic është një sistem mjekësor që ka më shumë se 3000 vite që aplikohet. Instituti Kombëtar i Shëndetit shpjegon se Ayurveda bazohet në konceptet e ndërlidhjes universale. Sistemi tradicional i kujdesit shëndetësor indian ende përdoret nga shumica e popullsisë së Indisë. Ka një arsye pse kjo është funksionale si recetë. Ekzistojnë 3 lloje të mosbalancimit të gjumit. Vata është problemi i pamundësisë për të shkëputur mendjen nga ngjarjet dhe ndjenjat e ditës. Në këtë lloj mosbalancimi të gjumit është e vështirë të flini gjumë edhe kur flini jeni i shqetësuar. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Ata që vuajnë nga një çrregullim i gjumit vata, këshillohet të bëjnë një stërvitje dhe aktivitet gjatë ditës. Një çrregullim gjumi i quajtur pita. Ju flini lehtësisht gjumë, por zgjoheni gjatë natës dhe nuk mund të flini përsëri. Ky shqetësim shpesh shkaktohet nga traumat emocionale. Rekomandohet që ata të luftojnë pitën, të flenë në temperatura të ftohta. Në mosbalancimin e gjumit kappa, ju bën një gjumë të thellë për një kohë të gjatë dhe ende zgjoheni me lodhje. Për çrregullimin e gjumit kappa, zgjimi para orës 6 të mëngjesit dhe ushtrimet në orën 6 deri në orën 10 të mëngjesit mund të zgjidhin problemin tuaj. Përveç këtyre mjeteve në shtëpi, këshillohet të mos konsumoni kafein pas orës 15 nëse flini të paktën në orën 22. Edhe të flini në një gjumë më të rehatshëm, duhet të rregulloni gjithashtu edhe kushtet e dhomës tuaj. Të pini një gotë me qumësht të ngrohtë, 1/4 e lugës së çajit arra moskat përpara se të shtriheni është një sugjerim shumë i mirë. Të masazhoni edhe trupin me vajra esencial. Ndjekja e këtyre praktikave sigurisht që do ju ndihmojë të keni një gjumë më të thellë dhe komod. Gjumi cilësor është ndër më të rëndësishmet për shëndetin tonë edhe për një gjumë më të mirë gjatë natës, po aq i rëndësishëm sa edhe një dietë e shëndetshme. Fatkeqësisht, shumë njerëz vuajnë nga mungesa e gjumit, por edhe nga pagjumësia. Në mënyrë që trupi të pushojë dhe të rikarikojë bateritë e tij për ditën e nesme, nevojiten mesatarisht 7 deri në 8 orë gjumë të pashqetësuara gjatë natës, në mënyrë që të keni gjithashtu edhe një cilësi më të mirë dietës. Mirë po, ndonjëherë për shkak të detyrimeve, por edhe për ndjekjen e ndonjë problemi ose medikamentet që mund të merrni, mund ta keni të vështirë të flini si duhet. Ajo që pini para gjumit mund të bëjë një ndryshim të madh nëse doni të keni një gjendje të shëndetshme gjatë ditës dhe të mos vuani nga shqetësimet e ndryshme. Nëse e keni të vështirë që të flini sapo vendosni kokën në jastëk, atëherë ju ftojmë të dëgjoni me vëmendje këtë video deri në fund për të kuptuar lëngjet, gjithashtu dhe ushqimet më të mira të cilat duhet i shtoni në dietën tuaj për një gjumë më cilësor. Uji. Pija e parë dhe më e aksesueshme është padyshim uji. Shumë njerëz mbajnë një shishe me ujë pranë shtratit të tyre dhe kjo nuk është pa arsye. Uji nuk ka sheqer, shuanetjen dhe nuk përmban gjithashtu nivelet e larta të kalorive. Rekomandohet që të konsumohet më shumë gjatë ditës në mënyrë që të mos zgjoheni duke shkuar në tualet gjatë gjumit. Çajrat bimor gjithashtu mund të jenë një lehtësues të shqetësimeve të pagjumësisë. Çajrat bimor para gjumit do të kenë efekte qetësuese për trupin, veçanërisht e rekomandohet tulsi. Një çaj i freskët i borzilokut, i cili ul nivelin e hormoneve të stresit kortizol. Ka edhe çajra të tjerë të bëra nga kamomili, sanës, nenegjik, të cilat janë gjithashtu edhe të përshtatshëm për gjumin e qetë, qetësues dhe të lehtësojë problemet e stresit. Një mënyrë tjetër për të ushtuar në dietën tuaj është edhe konsumi i qumshtit. Qumshti i ngrohtë para gjumit mund të jetë vërtet efektiv në cilësinë e tij më të mirë. Gjithashtu ekspertët këshillojnë edhe përdorimin e kombinimit të qumshtit me çajin e malit, karafilin, kanellën ose shafranin e Indisë, të cilat do të kenë efekte të mira antiinflamatore për çështjen tuaj. Mund të shtoni në dietën tuaj edhe lëngun e qershive. Lëngu i vishnjave pa sheqer ndihmon njerëzit të cilët do vuajnë nga pagjumësia. Një studim i kryer nga të anketuarit 50 vjeçar tregoi se
Ata persona të cilët konsumoni lëng qershie të paktën 2 herë në ditë, patën një mundësi më të mirë për të përmirësuar cilësinë e gjumit me 84 minuta se ata persona që nuk e konsumonin atë. Qershit janë të pasura gjithashtu edhe me elementë të cilat do të përmirësojnë cilësinë e gjumit dhe do të mbajnë larg shqetësimet e pagjumësisë. Pagjumësia është një nga problemet që nuk zgjidhet lehtë pasi ndonjëherë edhe ilaçet mund të jenë jo funksionale, ose nëse përdoret për një kohë të gjatë, ato e humbasin aktivitetin e tyre. Nëse keni provuar çdo gjë dhe as çaj dhe as kamomili nuk ju ndihmojnë ndoshta, ky lëng që përgatitet lehtësisht do ju zgjidhë këtë stres të përditshëm. Përbërësit që ju duhen në përgatitjen e kësaj recete janë: një lugë gjedhe vaj kokosi, 1/4 e lugës së çajit mjalt të papërpunuar dhe 1/8 e lugës së çajit kripdeti. Por si ta përgatisni dhe ta përdorni këtë pije? Opsioni i parë: përzini mjaltin me vajin e kokosit në një enë dhe shtoni edhe kripën. I përzini mirë, e konsumoni një lugë gjedhe nga kjo përzierje dhe më pas konsumojeni një gotë ujë. Opsioni i dytë: kombinojeni vajin e kokosit me mjalt të ndarazi dhe gjithashtu konsumojeni edhe në një gotë me ujë. Më pas mund të shtoni kripën e detit në një filxhan të vogël uji dhe ta konsumoni atë rregullisht. Të gjitha ata persona që kanë kaluar një natë pa gjumë e dinë se sa të lodhur janë dhe kështu mund të ndjekin edhe produktet dhe receta natyrale, të cilat mund t'ju ndihmojnë për të qëndruar më të shëndetshëm gjatë gjumit. Ka raste që për shkak të stresit dhe lodhjes së ditës nuk bijem të flem dhe nuk na zë gjumi. Në rastin e të rriturve rekomandohet që të flen nga 7 deri në 9 orë gjumë pa ndërprerje, që trupi dhe mendja të jetë gati për ditën pasardhëse. Sidoqoftë nëse keni probleme të bini në gjumë, duhet të dini që për fat të mirë ekzistojnë ilaçe natyrale që ju ndihmojnë t'ju zërë gjumi më shpejt. Në këtë video janë disa pije që do ju ndihmojnë të bëni një gjumë më të lehtë. Qumshti i ngrohtë. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod. Ai përmban triptofan, i cili rrit serotoninën në tru, një substancë që na jep ndjenjën e lumturisë dhe gjithashtu edhe mirëqenien. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe është thelbësor pasi është i aftë të zgjojë gjumin edhe të ata të cilët vuajnë nga pagjumësia kronike. Çaji mentes. Çaji mentes lehtëson dhimbjet e stomakut për shkak të vetive të tij antiinflamatore. Duke çliruar muskujt, mentet gjithashtu zvogëlojnë infeksionet e tyre duke lejuar trupit të pushojë si duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose prezantim të rëndësishëm që ju mban në stres, ky çaj është një opsion i shkëlqyer për të marrë parasysh. Lëngu i qershive. Lëngu i qershive si qumshti përmban triptofan, prandaj ai mund të prodhojë hormonin melatonin duke përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar të jetë një nga opsionet më efektive për ta luftuar atë duke siguruar më shumë orë pushimi gjatë natës. Qumshti i kokosit. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez dhe kalium, dy mineralet që janë të aftë të relaksojnë muskujt dhe të sigurojnë një gjumë të mirë. Përveç kësaj zvogëlojnë presionin e gjakut dhe entjen në veshka. Falsatësive të mëdha të elektroliteve natyrore ndihmojnë trupin të ekuilibrohet dhe të relaksohet. Smoothie me banane dhe qumësht. Bananët gjithashtu përmbajnë triptofan, përveç dy mineraleve kryesore për relaksimin e muskujve, kalium dhe magnez. Fruti ka efekte qetësuese në funksionet në mënyrë integrale të zvogëlimit të stresit fizik. Gjithashtu sasia e saj e fibrave dhe karbohidrateve mbush stomakun dhe çon në një ndjenjë të ngopjes, gjë që rrit dëshirën për të fjetur. Çaji i jeshil. I pasur me antioksidant dhe një pije për të marrë parasysh në çdo kohë të ditës, sidoqoftë nëse bëhet fjala për gjumin, çaji i jeshil me dekafeinë është alternativa më e mirë. Ai përmban tiamine e cila promovon relaksimin dhe lehtëson stresin fizik, duke ju ndihmuar të keni një gjumë të gjatë dhe të pandërprerë gjatë natës. Edhe qumshti i bajameve mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë. I pasur me magnez, qumshti i bajames është efektiv kur bëhet fjala për promovimin e gjumit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.